Në ndërkohë, a je më e mira në klasë në art, në landën e artit? Po. Je më e mira. Në me thonë, Unë edhe një punimet shoqe. tu, aty edhe një shoqe. Unë shpresoj shumë, Troja, që edhe këtë hobin tënd për gitarën të ndjekësh, po edhe dizajni grafik që e ki ëndër ta praktikosh sa më shumë në tarmen, pse jo me arë me nëndru logon e familja jonë, për shembull. Na e kemi të bukur, apo pëlqen logo janë atje? Ajo e gjellë për ta? Po. A është e bukur? Apo kishe ndryshu diçka? Jo, më pëlqen, edhe që aty e pas këtë. Po, edhe që aty është. Po kurse dihet në të ardhmen, kur bësh një dizajne grafike, mundesh me ardhmen a propozu diçka. Troja, unë falenderoj shumë që ishe, e të uroj shumë sukses. Faleminderit. Dashur miq, bashkë me Trojën kemi përfunduar dhe rubrikën e magjikëve. Të gjithë ju prind që dëshironi me sjell fëmijët tuaj në këtë rubrikë, na shkruani tek familja jonë dhe patjetër do ta ftojmë me shumë kënaqësi për të folur për ëndrat e talentet e tij.